Në repartin e mjekësisë interne në spitalin e përgjithshëm të Ferizajt, gjatë vitit 2024 janë hospitalizuar mbi 640 pacient. Ky repart, i cili ofron një gamë të gjerë shërbime shmjekësore, së fundi ka vendosur aplikimin e terapisë biologjike si një hap i rëndësishëm drejt trajtimeve moderne dhe të specializuara. Me 15 shtretër në dispozicion, gjatë vitit të kaluar janë shfrytzuar rreth 80% e kapaciteteve, ndërsa për këtë vit synimi është të arrihet shfrytëzimi i plot, duke rritur efikasitetin dhe kujdesin ndaj pacientëve. Shefi i repartit të mjekësisë interne, Fatbardh Ramadani, tho se përveç shërbimeve hematologjike, ky reparti ofron të gjithë shërbime tjera interne. Në repart i kemi të gjitha degët e mjekësisë interne përkatësisht profilet, duke e largu vetëm hematologjinë që ende nuk kemi prezent pra në repartin tonë. Aktualisht reparti jonë ka 15 shtretër ku bëhet hospitalizimi i pacientëve. Sa për informim, në vitin e kaluar kemi pas gjithsejt 642 hospitalizime brenda vitit, pra në këta 15 shtretër. Dikun ditët e qëndrimit të pacientëve kanë qenë 4190, nërsa mesatarja e qëndrimit ditor të pacientëve ka qenë 6 ditë e gjysmë. Shfrytzueshmëria e shtretërve aktualisht është dikun afër 80%, duke tentuar që në vitin ku jemi, në vitin 2025, që shfrytzueshmërinë e shtratëve ta arrijmë në 100%. Në repartin e mjekësisë interne në spitalin e Ferizajt ofrohen edhe kontrolle të avancuara si gastroskopia dhe kolonoskopia, të cilat bëhen për pacientët e shtruar apo ata që kanë nevojë të veçantë. Gjatë vitit të kaluar janë kryer rreth 300 raste pa pasur nevojë për listë pritjeje. Në spitalin e Ferizaj, përveç kontrolleve të lukthit dhe zorrëve, gastroskopi dhe kolonoskopi, qytetarët mund të bëjnë edhe kontroll të zemrës me ultrazë e njohur si ekokardiografi. Vitin e kaluar janë kryer mbi 1000 ekzaminime të tilla që ndihmojnë mjekët të zbulojnë me kohë problemet me zemrën. Në kuadër të mjekësisë interne, pra, kemi edhe disa pjesë diagnostifikuese, përkatësisht ku kryen gastroskopia me kolonoskopi nga ana e gastroenterologëve. Në vitin e kaluar kemi kryer gjithsejt afër 300 ekzaminime të tilla, gastroskopi dhe kolonoskopi nga ana e gastroenterologëve që janë prezent këtu. Gastroskopit dhe kolonoskopit kryhen ekskluzivisht për pacientët të cilët janë të hospitalizuar, si dhe pacientët që kanë indikacione për kryerjen e këtyre dy ekzaminimeve, që është për fat mirë nuk kemi listë pritjes. Përpos asaj që vonesa mundet të jetë vetëm një ditë duke marrë parasysh para përgatitjen e pacientëve pra për t'i kryer këto dy ekzaminime. Në kuadër të repartit të mjekësisë interne kemi edhe ekokardiografin, pra ekzaminimin ultrasonografik të zemrës, e cila kryhet nga ana e kardiologëve. Në vitin e kaluar kemi pas diku 1074 ekzaminime të tilla të kryer nga ana e 3 kardiologëve. Edhe në këtë pjesë listë pritjes aktualisht pra kemi vetëm për disa ditë, duke marrë parasysh që ka fluks pak më të madh, domethënë, të pacientëve që kërkojnë ekzaminimin e tillë. Me qëllim të jenë sa më afër pacientëve dhe të ulin referimet drejt qendrës klinike universitare të Kosovës, në 2 vjetët e fundit në repartin e mjekësisë interne nisi edhe aplikimi i terapisë biologjike. 2 vitet e fundit në repartin e mjekësisë interne kemi filluar edhe aplikimin e terapisë biologjike nga ana e reumatologëve, që bëhet bazë të komisionit që është formuar, domethënë brenda Spitalit Rajonal të Ferizajt, vendosen indikacionet për terapinë reumatologjike, pra komisioni i përbërë nga 3 reumatolog, pastaj ipen terapia adekuate biologjike me të vetmin qëllim që jemi sa më afër pacientit përkatësisht qytetarit dhe trajtimin ta marrin këtu dhe mos ta marrin ta shkarkojmë qendrën klinike universitare. Shefi i repartit të mjekësisë interne, Fatbardh Ramadani, tho se nuk bëjnë shumë transfere për shërbime terciare. Ai madje thekson se edhe furnizimi me medikamente është i kënaqshëm.
Furnizimi është i mirë, normalisht do më thonë nuk është ai 100% i gamës të furnizimit me medikamente, mirë po ato bazike që janë mjaft të rëndësishme janë prezente pra në repartin e mjekësisë interne.